Këshilli i lartë i prokurorisë zgjedh pasuesin Altin Dumanit në krye të prokurorisë së posaçme, ndërsa mandati 3 vjeçar i tij mbyllet në 18 dhjetor dhe ceremonia e dorëzimit të detyrës do të zhvillohet në 19 dhjetor. Në garë për kreun e SPAK janë 4 prokurorë të karrierës: Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho, secili me eksperiencë të gjatë në hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Adnan Xholi, aktualisht drejtues i seksionit të krimit të organizuar në SPAK, ka lindur në Dibër në 6 korrik të 1975-s. Ai ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1998 si oficer i policisë gjyqësore dhe ka marrë emërimin si prokuror në vitin 2004. Për gati një dekadë shërbeu në prokurorinë për krime të rënda, ndërsa më pas mbajti detyra drejtuese në prokurorinë e përgjithshme, duke përfshirë drejtori i hetimit dhe ndjekjes penale dhe drejtuesi i drejtorisë gjyqësore. Në 2021 është bërë pjesë e SPAK-ut. Xholi ka hetuar disa nga dosjet më të rëndësishme të viteve të fundit, me styre çështjen e korrupsionit zgjedhor ndaj Fredi Belerit dhe atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, i cili hapi rrugën për hetime të gjera të mbështetura nga dekriptimet e komunikimeve SkyEdge. Ai garon për herë të dytë për postin e kreut të SPAK-ut. Një tjetër kandidat është prokurori Elvin Gokaj, i cili e nisi karrierën në vitin 2000 pas përfundimit të studimeve në Universitetin Luiq Gurakuqi në Shkodër. Ka shërbyer në disa prokurori rrethi, përfshirë Matin, Elbasanin dhe Durrësin, ndërsa në 2014 mori detyrën e drejtuesit të prokurorisë së apelit në Shkodër, një pozicion që e mbajti deri në 2021. Po atë vit u emërua prokuror në SPAK. Gokaj njihet për hetimin e dosjes Buka, ku mori pandehur ish ministri Arben Ahmetaj, si dhe për hetimet mbi abuzime me tender publik, përfshirë çështjen ndaj kreut të Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyraj. Në garë është edhe prokuroria Doloreza Musabelliu, e cila ka mbi 20 vite eksperiencë në fushën e hetimeve, e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 2002 dhe e dal nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2005. Ajo ka shërbyer për 15 vite në prokurorinë për krime të rënda, ku ka qenë pjesë e dosjeve komplekse kundër grupeve kriminale. Musabelliu ka kontribuar në zbardhjen e operacionit Plumbi Art, si dhe në hetimin e masakrës së Lushnjës në vitin 2017, ku kërkoi burgim të përjetshëm për të pandehurit, që prej krimit të SPAK është pjesë e strukturës së posaçme. Konkurrenti i katërt, Klodian Braho, i cili aktualisht drejton seksionin e korrupsionit në SPAK, ka lindur në Skrapar në vitin 1982. Ai ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë dhe më pas në Shkollën e Magjistraturës, duke marrë detyrën e prokurorit në vitin 2007. Ka punuar në prokurorinë e Beratit dhe të Vlorës, ku ka mbajtur edhe funksionin e zëvendës drejtuesit, ndërsa nga viti 2015 deri në vitin 2019 ka qenë pjesë e prokurorisë për krime të rënda. Me ngritjen e SPAK, Braho u transferua në këtë strukturë, ku është përfshirë në disa dosje, përfshirë inceneratorin e Elbasanit, dosjen 5D, hetimin për Toyota Auris dhe akuzat ndaj ish ministrit Fatmir Mediu në çështjen e Gërdecit.